Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë me historitë që do të sjelli. Do të shkojë në qytetin e Vlorës, pasi do të jemi në kërkim të dy personave vlonjat që fatkeqësisht janë zhdukur dhe kanë humbur kontaktet me familjarët. Dy shok me emrin Edison Bahaj dhe Tofik Hoxha u larguan drejt shtetit italian, por fatkeqësisht humbën kontaktet me familjen. Regjia na ndihmoi me dy fotot. Edison Bahaj, 46 vjeç nga Vlora, dhe shoku i tij Tofik Hoxha, i cili është 44 vjeç, po nga Vlora, që fatkeqësisht kanë humbur në të njëjtën ditë, në të njëjtën muaj, të njëjtit vit dhe në të njëjtën orë, dhe bëhet fjalë pikërisht për datën 26 maj të vitit 2001. Ka kaluar plot 24 vite dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e dy të rinjve vlonjat. Ndërkohë që me mua sot në studio është nëna e njërit prej tyre, Edison Bahaj, zonja Stolie Bahaj, dhe menjëherë dua ta përshëndes. Zonja Stolie, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ne kemi afërsisht 3 vite që nuk kemi takuar të dyja së bashku. Jo. Keni qenë ftuar në program te godina jone vjetër që prej vitit 2022. 3 vite pa u takuar dhe dua të pyes nëse ka mbritur ndonjë informacion në familjen tuaj. Asgjë. Ne teksa jemi në zyrë, padyshim që rikthehemi rasteve të personave të humbur. Ne kemi një dosje me persona të humbur dhe realisht janë mbi 300 të humbur që janë denoncuar në Pa Gjurmë ndër vite, kur është hapur emisioni Pa Gjurmë, dhe duam t'i rikthejmë në fokus çdo ditë këto histori me shpresën që dikush që është duke na ndjekur mund të na ndihmojë me informacione. Por për të qenë e sinqert dhe unë me çdo familjar, por edhe me publikun që më ndjek, janë histori të vështira dhe për një gazetar që të verifikojë dhe të arrijë të zbulojë gjurmë të panjohura për ne. Mira, jo dihet, as diskutohet që janë të vështira, se janë kollaj ato do dilte një. Por jo të pamundra. Ky është misioni i Pa Gjurmë. Po është, duhet ta bëni Bajaj atje, se e keni Bahaj edhe mos ngatrohen njerëzit. Kemi bërë mbiemrin gabim? Po. E ka mbiemrin? E Bajaj. Bajaj. Po. Jo Bahaj. Hënja do bëret jë. Jo, Bajaj. Mirë, regjia do më ndihmoj, gazetarët e mia dhe konkretisht Klaudia që është marrë me këto histori, do e mbaj shënim për të bërë korrigjimin Edison Bajaj. Jo Bahaj, për ta bërë këtë ndryshim. Jo, është e rëndësishme që t'i kemi të saktë të dhënat e të humbrit. Mirë, do t'jemi të dyja së bashku sot në studio për të marrëfyer këtë histori dhe gjithnjë me shpresën që ata që janë duke na ndjekur, që mund ta njohin historinë e Edison Bajaj dhe Tofik Hoxhës, dy shok të cilët kanë qenë shumë të rinj, 22 dhe 20 vjeç ka qenë Tofiku, kur u larguan nga Vlora me një skaf drejt Italisë. Në fakt u tha se mbërritën shëndoshë mirë në brindis të Italisë, ishin kapur edhe nga policia. Të dy emrat e të rinjve nga Vlora, Edison Bajaj dhe Tofik Hoxha, u dhanë nga policia italiane, dolën dhe në gazetat italiane, por fatkeqësisht ata nuk janë kthyer ende në shtëpi dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre, dhe pse ka kaluar plot 24 vite nga viti 2001 kur lanë qytetin e tyre të Vlorës. Unë dua të prezantoj një kronik, një material që ne kemi përgatitur për historinë e dy shokëve vlonjat të zhdukur për vitin 2001, një kronik që ka përgatitur gazetarja Klaudia. E ndjekim dhe rikthehemi për të dëgjuar rrëfimin e kësaj nëne. Dy shoku nisën në të njëjtën ditë me gomone drejt shtetit fqinj, nga Vlora për në Brindisi. Bashkë me Edison Bahaj dhe Tofik Hoxhën, ishte edhe një tjetër person, i cili njihej me Nofkon Babo. Ata merreshin me kalimin e palishëm të refugjatëve. Bashkë me refugjatë të tjerë në bord, udhëtimi të rinjve nuk shkoi siç duhej, pasi ata u pikasën nga Guardia di Finanza, teksa kalonin ilegalisht drejt tokës italiane. Një ditë më pas në mediat italiane, njoftohet se dy të rinjt ishin kapur gjatë këtij operacioni klandestinësh në det të hapur, ndërsa një javë më pas, në brigjet e Sarandës, u gjeti pa jetë trupi personit të njohur si Babo, i cili për t'i shpëtuar policisë italiane, ishte hedhur nga gomonja dhe më pas ishte mbytur. Përveç publikimit të emrave në mediat italiane, se ishin ndaluar nga policia për trafik të palishëm me migrantësh, familjarët nuk kanë mundur të marrin më asnjë informacion që prej vitit 2001, kur ngjarja ndodhi, për fatin e dy të rinjve të tjerë vlonjat. Për Edisonin 22 vjeç në atë kohë,
Nuk ishte hera e parë që kalonte ilegalisht kufirin, pasi edhe më parë ishte kapur sërish nga Guardia di Finanza. Ai ishte dënuar me burg në shtetin italian, ndërsa kishte mundur të arratiste nga burgu. Pas kësaj ngjarje, ai u kishte pohuar familjarëve se do ta provonte sërish kalimin drejt shtetit fqinj. Familjarët kërkojnë të dinë të vërtetën, pasi që prej atij viti ata nuk kanë marrë asnjë telefonat apo lajm për Edisonin, por as për Tofik Hoxhën, me të cilin u udhëtuan bashkë ditën e 26 majit të vitit 2001. Jeta për Edison Bahaj nuk ka qenë e lehtë pasi në vitin 2000, kur babai i tij ndërroi jetë për shkak të një sëmundje të rëndë, barra e familjes ra mbi shpatullat e të riut, ndërsa për shkak të vështirësive ekonomike, ai u detyrua t'i futej një rrugë pa kthim. Kjo është historia që ne do trajtojmë ditën e sotme, do fokusohemi në qytetin e Vlorës, do të jemi në kërkim të dy personave nga Vlora, Edison Bajaj dhe shoku i tij Tofik Hoxha, që fatkeqësisht figurojnë të humbur për familjarët e tyre. E dashur Stolie, ju keni humbur bashorti nga kjo jetë, përpara se të humbisni dhe djalin. Po. Dua të pyes, kanë kaluar shumë vite dhe jo të gjitha detajet mbahen mend. Nuk janë pak, janë 24 vite. 24. Ka qenë vetëm 22 vjeç, një djalë i ri. Besoj me plot ëndra Edisoni, për të larguar drejt shtetit italian dhe kanë qenë ato vitet, le të themi që shumë shqiptar me skaf largoshin nga Vlora dhe një pjesë e mirë e tyre kanë patur dhe një fund tragjik. Dua të më tregosh, çfarë ndodhi atë ditë? Çfarë kujton nga djali? Po atë ditë erdhi në shtëpi, edhe kështu erdhi i mërzitur në fakt. Ta do vish, jo s'do ikësh, thash unë, e kam përzënderit e porta, në fakt nuk do ikësh, hipi makinës do iki, tha iku dhe kjo nuk tjetër gjë s'mora vesh më. Pastaj kur ashtu që Por ai ju tregoi që do largohesh me shokun e tij Tofik Hoxhën. Po, do iki, do ashtu thaj, do iki. Ju e njihni Tofikun? Po kishim gjitoni anashis kasë 20 ditë që ka vdekë jema 15 ditë. O, sa gjëna, ka humbur nga kjo edhe nënën. Ka humbur dhe nënën. Pra, le të themi me fqinjin e tij, ai u largua. Por Tofiku kishte njoftuar në familje për largimin? Po, din ata, i kishte rënë dhe dorën atëre s'dojnë ata të ikte, iku, si të rinjt në atë kohë, s'mbashin. E vështirë për... Po, se jemi që edhe në shkollë për flaut, që i mirë, që i pari, i viti fundit që i mbaronte. La dhe studimet? Po, viti fundit flaut. Muzik, po. A i me skafe nuk ish marë, se nuk para shu. Ikte si për qejf këshu me shok, po jo të punonte... Ishte hera e parë që udhëtonte drejt Italisë me skaf? A i... Hera e parë, kishë ikur një 2-3 heqë këshu si me shoqëri, se s'ka vetë s'kish, po si djemurit, po jo se ishi që t'ikte si që ikni në fillim pa mbarim. Ai 2-3 raste. Pa tjetër, ne dim realitetin në Shqipëri, personat të cilët kishin një skaf që bënin transporti në mënyrë klandestin të shqiptarve, kundrejt pagesës. Në ata se unë si di, kush kjenë ata të skafit, si shoqërus, si punë e djemve në atë kohë. Pa nes do një pare asa, i që iku asëm, jo, nuk do në të e tikte, po. Hajde. Ëndra një të riu për të mbritur në Itali dhe për të patur një të ardhme sa më të mirë, por fatkeqësisht nuk dije se çfarë ndodhi me fatin e tyre. Ata u larguan dhe ka qenë konkretisht 26 maj 2001, ku së bashku Edisoni me fqinjin e tij Tofikun, që ishte 2 vite më i vogël, kemi fotot e tyre, u larguan me skaf dhe pas sa ditësh, le të themi, ju e kuptua se kishte ndodhur diçka dhe ata humbën. E dhanë lajmet ata, që s'o këthyje, se njëri doli i mbytur. Po, e dëgjova dhe në material, me pseudonimin Babo. Klaudia e kishte theksuar në kronikën e saj që personi i tretë që ndodhesh në skaf me pseudonimin Babo u gjet i mbytur. Po, ai që doli i mbytur, kurse këta dy s'u morën vesh pastaj, deri më sot. Nuk keni zbuluar asgjë. Jo, asgjë.
Por ne do ndalemi, dashur Stolie, për të marrëfyer këtë histori, çfarë thanë mediat italiane në momentin që u arrit që shumë persona brenda atij skafi të ndaloheshin nga policia dhe të mbrinin shëndoshe mirë në brindis të Italisë, ku dy prej atyre ka qenë dhe Edison Bajaj dhe Tofik Hoxha, dy emra të regjistruar, le themi, nga policia italiane, ku dolën dhe në mediat italiane, që do thot asgjë nuk ndodhi me fatin e tyre në det, ata nuk u mbytën, por çfarë ndodhi në tokën italiane dhe pse ata nuk u lidhen me familjen e tyre në Itali, kanë kaluar kaq shumë vite dhe ende nuk dihet asgjë për fatin e dy miqve vlonjat. Por ne do bëjmë një shkëputje në këto momente për të kaluar në një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashkë live për të vazhduar historinë e dy të humburve dhe rrëfimin që do bëj nëna e Edisonit, Stolie Bajaj. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, ku ditën e sotme po flasim për historinë e dy të rinjve vlonjat, të cilët fatkeqësisht janë zhdukur dhe kanë humbur kontaktet me familjarët e tyre që prej 26 majit të vitit 2001. Bëhet fjalë për Edison Bajaj dhe Tofik Hoxha, në atë kohë kanë qenë 22 dhe 44 vjeç, regjia të më ndihmoj me fotot e tyre. Dua të bëj thirrje gjithë shqiptarëve dhe kryesisht miqve të dy personave nga Vlora, të cilët ndoshta kanë udhëtuar atë ditë me skaf drejt Italisë dhe e njohin këtë histori, mund të na ndihmojnë me informacione pasi skafi që u nis mbrëmjen e 26 majit të vitit 2001 nga Vlora drejt Italisë ka pasur shumë persona të cilët kanë arritur të shpëtojnë dhe të mbërinë shëndoshe mirë në tokën italiane. Vetëm nga i skaf, sipas mediave, gjithnjë që raportuan atë vit, një person me pseudonimin Babo u gjet i mbytur. Pasi skafi, i cili po udhëtonte drejt shtetit italian, ishte spikatur nga policia italiane dhe shumë të rinj tentuan të shpëtonin policisë duke u hedhur nga skafi, por policia deklaroi se i ndaloi të gjithë personat në skaf dhe vetë një prej tyre me pseudonimin Babo nuk arriti dot dhe pas disa ditëve ai, trupi i tij fatkeqësisht u gjet i mbytur në ujërat e detit jon. Ndërkohë që për Edison Bajaj dhe Tofik Hoxhën dyshohet se kanë mbritur në brindis dhe emrat e tyre kanë qenë të regjistruar nga policia italiane, por çfarë ndodhi me fatin e tyre ende ngelen pikpyetje. Ndaj u bëj thirrje nga ky transmetim që kushdo që e njeh këtë histori, kushdo që ka pak informacion për këta dy të rinj nga Vlora, ka kaluar shumë vite dhe sot njëri prej tyre Edisoni është 46 vjeç, ndërsa Tofiku 44 vjeç. Vitin që kanë humbur, ata kanë qenë të rinj, njëri 22 dhe tjetri 20 vjeç. Dua të jap të dhënat, regjia po na ndihmon me fotot e dy personave të humbur, Edison Bajaj dashur miq, mosha aktuale 46 vjeç, vendlindja Vlorë. Ka humbur zholli kontakti me familjen e tij në moshën 22 vjeçare në 26 maj të vitit 2001, së bashku me shokun e tij, fëmijën e tij Tofik Hoxha, i cili aktualisht është 44 vjeç, vitin që humbi dhe konkretisht në 26 maj të vitit 2001 ka qenë vetëm 20 vjeç. Ka kaluar plot 24 vite dhe ende nuk dihet për fatin e tyre. Kështu që bëj thirrje dashur miq, qoftë dhe anonim, kushdo që e njeh historinë e tyre, mund të lidhet me redaksinë e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Stolie, e bëra këtë thirrje me shpresë që kushdo që na ndjek të na ndihmojë me informacione, ndoshta nuk dua që edhe ditën e sotme do të lodh në këtë intervistë. E dashur Stolie, nga informacionet që ne kemi, të paktën nga familja, nga ju, është thënë që Edisoni kur ka qenë përpara në shtetin italian, është ndaluar nga policia. Ndoshta ka shkelur ligjin, ka bërë diçka, një djalë i ri që edhe s'mund të treguar në familje. Jo. Ju jeni në dieni për këtë gjë? Iku dhe në një 2 muaj pa ardhur, pastaj dolli erdhi. Kishte dalë në burgofeta si ishte puna. Po që iku 2 muaj iku. Përpara se të humbiste. Përpara se të humbiste, ai mbriti në Itali, në çfarë qyteti të Italisë kishte jetuar? Ku son ata ku e dim. Në Itali atje po ku dim çfarë qyteti se di. Gjatë asaj kohe kur ai ka qenë në burg, ju kishit kontakte? Jo. Pra, le të themi ishte i humbur për ju dhe në atë kohë. Vetëm kur del nga burgu dhe vjen në Shqipëri. Po. Të tregoj diçka djali për jetën në Itali? Jo, s'tanje. Nuk fliste. Le të themi nuk tregonte shumë gjëra. Jo, s'tregonte shumë gjëra, s'tregonte.
Ta bëra këtë pyetje se ndoshta duke ditur që një person... Tha kontrollonin shumë, na kontrollon, tha s'na lanë më, tha. Kontroll. Që kur odhën andejasim, mos kishin në një kështu. Kontroll të papar. Na gjeshëm, kontroll bën, tha, tosh kështu. Jo se kishin gjë, jo se ashtu, se nuk është se ishë marrë që në fillim, se si shumë ashtu për fillim, se ishë shkollë. Ai me anë të shoqërive, si punë djemurish për qef, iknin kështu dhe jo se bën në një... Me atë shokun, me atë idolin vetur, por shkjenë se një afare. Personi me pseudonimi Babo nga Vlora që u gjeti mbytur në atë vit majin e 2001-shit, ju nuk e njihni se kush është? Nuk arritët të zbuloni kush ishte familja e tij? Jo, nuk... Ajo punë atëherë në ndodhi sepse martova vajzën dhe u martova Çupa e vogël dhe atë ditë që djali nuk u ashtu, unë isha detyruar të veja te Çupa se ikte në Greqi. Kur dolli ai dhe kemi ikur si në Abadan, kështu. Vam se ishë në pilur Çupa dhe do ikte të nesër në Greqi dhe asaj si tham që për punë e djalit. Vonë e kam marrë vesh vajza, e kam ikur me vajzën. Për ngjarjen e vllajës. Për ngjarjen si tham dhe kemi ikur ashtu ne. Atëherë kur thanë që dolli, ne më mrapa nuk vam. Nuk vam se ata mase van këta një prit të kushërin se di fare. Por ndoshta ti e vetme kishe humbur bashkëshortin dhe sa do të bëje kërkime, nuk mundeshe dot si një grua. Por familja e Tofik Hoxhës, ndoshta ata mund të kenë bërë më shumë kërkime. A u zbulua se kush ishte personi që drejtonte skafin atë ditë që ka udhëtuar dhe djali juaj dhe Tofiku? Mos ishte dhe ky qon vetë nëse dim, s'u them dot gjë për këtë. Pra dyshohet që ka qenë Babo, pseudonimi personi që kishte siguruar udhëtimin këtyre të rinjve vronjat drejt Italisë. Po. Por çfarë u mësua nga mediat italiane në atë kohë? Ju keni arritur ta lexoni emrin e djalit vet që ishte kapur nga policia, se kështu u raportuar fillimisht. Nuk na i kapte ato, ne lajmet jepshin kështu, po që italianët. Çfarë thuan lajmet? Që u kapën dy njerëz i dollin mbytur, dy tjerë. Por pse në skaf tani që të ma shpjegosh qartë dhe të jemi dhe korekt në të gjitha informacionet, në skaf atë ditë kanë qenë vetëm personi me pseudonimi Babo që u gjeti mbytur dhe Edisoni dhe Tofiku apo dhe personat të tjerë? Po, do kënë qenë dhe të tjerë, nëse di, ka qenë plot skafi për të shortutja, nuk e di. Së gënjit do të për këtë se nuk e di, se s'ma kanë thënë. Por qëfar u tha, që dhe nuk patin e thashe themeve, qëfar u tha më pas në qytetin e Vlorës? Nuk e di, këta tre ishin apo ish plot skafi së gënjit do të për kësha, se di. Po që, me njerëz do keni kurse, vetëm të tre ata. Jeni interesuar në shtetin italian? Jo. Se ka kaluar shumë vite. Po, qarë në italian, kun, ashtu këtu, ja, kemi vajtu që kur isha i Dastino, kam vajtu ajo ka qenë një program televiziv, dhe unë kam qenë gazetare dhe e kujtoj shumë mirë historinë e Edisonit që në ato vite ku kam punuar. Kemi ardhur. Por emisionet ngelen emisione, flas për institucionet. Në policinë e Vlorës pa dyshim që është bërë një denuncim Po, kam vajtë në polici vame, kështu vajta me gjitha të, kështu bam. Ma besë në këtërin që për gjithë. Por në shtetin italian nuk keni bërë një denuncim në polici. Qoftë për të verifikuar që... Jo, s'kemi bërë. Po familja tjetër e Tofikut? Se jo, se edhe jo, ja si ne ishtë dhe jo. Po që si vuj, u marrë vesh që u kapën, njëri dorim i mbytur, e të tjerët u hodën. Se po të kënë mbytur do dilin dhe ata, nuk e di këtë. Sa them do të janë gjalla, po janë këshus, e di. Çfarë u përfol në qytetin e Vlorës pas humbjes së djalit? Po qaja, më mërzitën gjithë se e njini se unë djallë në kisha të shkate, pa besi pa gjë kështu, dhe më mërzitën. Ata, të djallë të ati që unë vitu nuk, se dhe largë ishim dhe nuk i dja shpia zgje dhe që ta shu, se dhe ta saruar ma se si ish puna unë se di. Jo, e qartë, për duke ditur që nisja u bë nga qyteti Vlorës. Po, nga Vlora. Djali ishte nga Vlora. Po, të tre nga Vlora kënë. Pa dyshim, për gjatë gjithë tyre viteve, besoj që familja do ishte gjetur e personave të tjerë që kanë udhëtuar atë ditë. Prandaj të pyes, në kuadrin e thashe themeve, çfarë u fol në lagje mes njerëzve, u kap një skaf, u gjeti mbytur një person? Po, kap njëri dolli mbytur dhe të tjerët ikën. Ai dolli mbytur, të tjerët
u ndaluan nga policia. Policia arriti të merrte ta persona. I kapi policia. Sepse kjo është shumë e rëndësishme. Po, Në momentin që themi që policia i ka kapur në det dhe ata kanë britur në tokën italiane, do thotë që nuk janë mbytur dhe nuk kanë ndodhur asgjë e keqe me fatin e tyre. Jo, nuk janë mbytur, jo, kështu s'janë mbytur, po i kapi policia, thanë. Ky u hos, se i sulmoj shumë policia të si që isha punë, ky që ashtu thanë u hos, dhe dollin mbytur për të shpëtuar nga policia, kurse këta u kapën, thanë. Me të thënë atë njerëzve, vetë ashtu. Çfarë dyshon Sinan? Nëse ai është kapur nga policia, sa do të ishte dënuar, logjikisht duhet kishte dalë nga burgu. Çfarë dyshon për historinë e djalit tënd? Çfarë ishte se di, sa thonë që është në burgje që dhe s'të lënë të dalësh, sa thonë, se di. Është, nuk e di si ashtu. Në burg thonë, po. E mendon se ndoshta në atë udhëtim mund këtë pasur dhe ngarkesë të lëndëve narkotike në skaf? Mase, se di. Me lëndë iku apo me njërës iku, këtë se di fare. Së gënjidot për këtë se mos më thanë mua se kjo shikën e qarikën. Së tanë gjë, së më kanë thënë gjë. Një ri që mbante sekrete dhe nuk fliste me në netikur. Me drog iku, me njërës iku, së gënjidot për këtë. Unë e besoj që meraku juaj ka qenë i madh. Me këtë kush do pranonte që fëmija i vetë udhëtonte me... Sepse, jo, marrë që në fillim do thosh që ka, shta fillon s'kafe për ashtu, ai nuk ashtu sa i që në shkollë. Ai kur jeshti, apo ajo si pune djemurive, që iku ai 2-3 rrukish, iku asë në gjës, që të është le ka gjënë shpis fanfare ne. Ikte, se dim këtë. Se sështë se kishim në një ashuna, tanë apo në njërë se burë të akshu. Me shoqeri që i këtë ndeja. Por ti dyshon Sinan se ndoshta mund këtë përfunduar në burg dhe kjo mund tjetë arsyeja që ai nuk ka kontakte? Në burg kam në i vënd, po, s'ka kontakte, po, në burg. Si në burg, them. Por se diçka e keqe mund të ketë ndodhur në det të hapur? Jo, se do kishë dalë, aje që unë vjë doli. Në shqit, e s'dalin, nuk e diskutoj atë, se s'temi do të asashu as këshu në shqit, se por shpresa është ajë që vdes e fundit. Dollën të mbytur, vam dhe në dek, bëm kërkimet e ato, gjitha po. Kemi dhenë ato në dek, polisim lorë. E ta më në vesh, vajta me të jemën ati djalit. Të ndjerën, e cila është larguar nga kjo jetë. Policia e Vlorës çfarë ju tha në atë kohë kur është bërë denoncimi? Po s'tanë gjitha më dënë atë sa shumë. Nuk kanë thënë gjithë. Sepse nëse ata kanë mbritur në tokën italiane, policia e Vlorës do lidheshe automatikisht me policinë italiane në Brindisi për të bërë verifikimet. Dhe kjo më bën përshtypje, pse nuk është bërë ky verifikim që në vitin 2001, kur ndodhi ngjarja, maj viti 2001, për të ditur që këta persona ju ndodhi diçka e keqe, apo u kapën nga policia dhe janë në tokën italiane. U kapën nga policia. Kjo sa herë më ka bërë përshtypje në shumë histori që asnjëherë policia në ato vite nuk e ka bërë verifikimin në kohë reale. Po, që i kapi policia. Sonë, a i doli, i ashu policia shumë atë natë, a i u hoth, a i djali, a i që u mbyt, këta dy i kapën si i kapën. Urojmë që tjetë ashtu. Urojmë që ata të kenë mbritur në tokën italiane dhe mos kënë ndodhur asgjë me fatin e dy të rinjve. E dashur Stolie, më lejo të kalojmë në një tjetër shkëputje, do të kalojmë në reklama dashur miq, do rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë për të vazhduar me historinë e dy të rinjve vlonjat të zhdukur prej maj të vitit 2001 nga Vlora, Edison Bajaj 22 vjeç në atë kohë dhe Tofik Hoxha 20 vjeç me plot ëndra u nisën me skafë drejt Italisë, por nuk dihet e vërteta se çfarë ndodhi me fatin e tyre, ku shumë u tha në lajme në atë kohë që u arrestuan nga policia dhe mbritën ndoshta mirë në tokën italiane, por kjo e vërtet nuk është verifikuar asnjëherë. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe jam me një nën nga Vlora, Stolie Bajaj, e cila fatkeqësisht ka humbur të birin e saj që për vitin 2001, Edison Bajaj. E dashur Stolie, po më tregoje në fund të pjesës së parë që disa ditë pas humbjes së djalit, me nënën e shokut të tij Tofiku, që ai është i humbur, shkuat në polici dhe bë denoncimin. Po, vam në policinë, vam.
Por vetë nëna e Tofiku të tregoj diçka, ndoshta Jo, asa jo. Tofiku mund t'i kishte treguar më shumë. Jo, nuk tregoj gjë asa jo. Nuk s'tha gjë ata. Dhe ky u ngrit, sa erdhi i foli. Djali im vajti, si sa jo që i foli, djalit e monin telefona se e dollën që ikën. Ikëm, thanë, va më erdhëm, kaq. Do ikëm, tha, va më erdhëm, thanë. Në momenti që kanë ikur, kanë marrë diçka, sende tyre personale? Jo, si shqenë dhe veshur ashtu. S'morën asë një gjë. Na shtëpia ikën pa asë një gjë. Qarë, andi asë të gënjë do të... Janë larguar në orët e para të mëngjezit, të mbrëmjes? Në darkë ikën. Në darkë, sepse realisht të gjitha skafet që niseshin drejt Italisë, niseshin në mbrëmje. Në atë kje dhe i mërzitur, në thash qaker, i thash të porta e bajta erdha, tha, nuk doja Italian, tha. Mos ik, se e pash kje dhe i mërzitur. E kish punë të mdojnë gjë. Va me erdhëm, tha. Kaq, dhe ikos, ashtu shumë. Nëna e sa fëmijëve jeni stolie? Unë kisha 2 vajza dhe këtë djallë. E kështë të vetëm me disoni? Çfarë kujton? Ka qenë 22 vjeç kur ti iku nga shtëpia? Po iku se më iku dhe tjetrin përpara. Ikën dhe 2. Iku ushi vitin i jati, bëri dhe vitin e tjatit. Iku. A i mushi 25, ki mushi 24. 2 plagë në zemrën tuaj. Jam e sigurt për një nënë që ditën që i ka ikur i biri nga shtëpia, data 26 maj, një datë që nuk e harron kurrë. Se harroj, jo. Sa jo, është i mushi 24, 26 maj i mushi. Dhe i mushi në 4 prill 25 vjetë. Orri. I feston çdo vit ditëlindjen? E festoj, vetëm jam shtëpia, s'ka miri. E kujtoj, më ndjen. E di që e ka ditë, më urojnë këta të mitë. Ti e vetme sot në qytetin e Florës? Vetëm. Dhe shpresa që të zbardhet kjo histori dhe të mësosh ndonjë lajm, ndonjë informacion për djalin? Atë, shumë se dim. Ja, presim. Pa më gjim në një gjë të mirë, në shi sot që edhe më. E besoj, çdo familjar që telefonohet nga ne, apo vjen në redaksi, vjen me atë shpresën që a ka ndonjë lajm, ndonjë informacion, sa do donim dhe ne si gazetar të arrinim në gjurmët e këtyre personave të humbur ndër vite, por siç e thash dhe në fillim të programit, janë histori të vështira. Po, jo dihet, ajo diskutohet se janë të mira ato të për të verifikuar. Po janë se janë jashtë, nuk është se janë brenda vendit, është ndryshe brenda, ndryshe jashtë. Ajo që mua më bën përshtypje, realisht është se nuk janë 1 muaj apo 24 muaj. Jo. Janë 24 vite. Dhe ai sot i bie jetë 46 vjeç. Çfarëdo që mund t'i ndodhi një personi në jetë, qoftë të jetë në burg, të ketë shumë halle, probleme, ketë pasur një jetë vështirë, besoj që e gjen formën dhe mënyrën për të kontaktuar me familjen në Shqipëri, qoftë të japi një sinjal, duke ditur që jetojmë në një epokë ku shkenca ka përparuar shumë teknologjia. Ka dhe burgja që së lënë, të flasësh, sigurisht, se di. Ka që si lënë, të komunikojnë, të flasin, të thonë në një fjallë, nuk e di. Ka, bare si janë, se mos e dim, se dim. Qoftë dhe në kuadrin e thashe themeve, asnjë informacion nuk kam bëritur në këto 24 vite. Jo. Qoftë dhe një person që të tregoj e kam parë këtu apo e kam parë atje. Jo. Zero informacion. është thonë, për të kjo në është thonë, po. S'ka lajmë, po për të kjo në është. Dhe kush pa thot fjallën që është Po njerëzit që kanë thënë që janë, që u hodhën për te, u kapën, sa që u kapën dhe këtë dolin vitur, i kapi policia, këta 2 i kapi policia, italiane, a i u hodhë për të mos kapur këta, a i tjetëri. Kështu, me të thënë. Urojmë që këta 2 të rinj t'ja ke ndala të ditë, t'je ndaluar nga policia, uroj që t'jenë gjallë, mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e tyre, por jam e sigurt që kaq shumë vite sa kanë kaluar, nëse ai është shëndoshë mirë, është gjallë, është 44 vjeç, s'do ta njohësh. Po. Se dim në shetë, e tjetë pa. Se dim 24. Duke nisur nga karakteri idealit, se më mirë se ju nuk e një asë fush. I shumë i shkathët e këshu, jo.
Ai mund të jetë, nuk është e ka ndryshuar, si që është aty, ma merë më vjetë një ndryshuar si. Jo, desha të pyesja, ju si nën, e mendoni që nësa i do ikte jashtë, nuk mund të telefonon të familjen? Jo, kështu si mendoja, mund të telefonon të po. Ishte i ftohtë si karakter? Se ka shumë Jo, prindër që thonë, po, ne e dini, ma i po të ikte jashtë nuk do na telefononte. Jo. Prandaj po të pyes, ka pasur një marrëdhënie të ngrohtë? Jo, ishim i ngrohtë, i dashur, ashtu, nuk ishte njëri i ftohtë kështu, jo, që shumë i shkatët. Dhe lutemi dhe urojmë që të jenë gjallë dhe padyshim që ditën e sotme e dashur Stolie ti do përcjellësh një mesazh nga studio e emisionit Pa Gjurmë, por më duhet të bëj dhe shkëputjen e fundit në këto momente për një këshill mjekësore. Dua të kaloj te Prostatoli dashur miq, një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, cila ndihmon në problemet e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashk live. Jemi sërish bashk live dhe në fakt jemi në minutat e fundit televizive dhe jam e sigurt se çdo nën që ka një fëmijë të humbur dhe ka ardhur në këtë studio ndër vite në Pa Gjurmë e ka mbyllur me një mesazh, si një traditë që programi i Pa Gjurmit ka. Kushdo ta di, kushdo që e ka parë, kushdo që ashtu, të telefonojnë juve emisionin tuaj se mua s'ma din numrin tonë. Gjithashtu. Kurse juve u dinë numrin e këto gjëra i shikojnë. Telefonojnë redaksin tuaj, televizion. Ose edhe njërës të tjerë që ose njën në njërës e mi, po. është më ndryshim. Zemra jote, me sa kuptova për gjatë kësaj interviste, gjatë ditës së sotme, thotë që është gjallë, nuk i ka ndodhur diçka. Gjallë është, si ka ndodhur. Nëse do të ndishte ytbir dhe uroj që ai të jetë gjallë, të jetë mirë, çfarë do i thoshe ti si nën, ku ke 24 vite që nuk ja dëgjon zëri? Po të jetë gjallë, po ka mundësi telefonat, ose të jetë. Po ka krijuar jeta, çfarë do që të ashtu të jetë gjallë, një telefonat, s'dua gjë tjetër, vetëm të jetë. Japi një shenjë. Po, të jap një shenjë, të jap një shenjë dhe s'ka, nuk është të më vi. Po, sa ashtu e ka gjetë drejtimin andej, le të rrisë është problem. Po, të marri një telefonata, një, që të thotë që jam. Ta uroj me zemër e dashur Stolie, të zbulohet kjo e vërtet, ta uroj me zemër që djali juaj të jetë gjallë, edhe miku i tij Tofik Hoxha të jenë gjallë. Ne e prezantuam sot gjithë me shpresën që dikush e njeh këtë histori dhe konkretisht 26 maj 2001 ku dy të rinjt, djali juaj me fqinjen u nis me një skaf drejt Italisë, dikush që mund ta dikte historinë, qoftë anonim, mund të na telefonojë ditën e sotme. Të falenderoj që të pata në studio dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit. Sepse ke udhëtuar nga Vlora. Faleminderit dhe do nisesh sërish në Vlorë. Për këtë sakrificë që po bëni, që na lajmëruat. Inshallah gjërat mira. Na jove. Lutemi. Na E me zemër jove. të gjë. Ju s'keni gjë në dorë, po uroj që kjo dritare të jetë sa më shumë funksionale. Ky është qëllimi. Ajo është, ajo. Të falenderoj Stolie. Mirë dashumish me historinë e Edison Bajaj dhe mikut të tij Tofik Hoxha që u zhdukën dhe humbën kontaktet me familjen. Ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do i takohemi sërish, ju e dini, Pa Gjurmë çdo ditë nga Hana të Premte live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.